Sektori mikrofinancës, pra subjektet financiare jo banka, shoqëritë kursim krediti dhe unionet e tyre, kanë disbursuar rreth 400 milion euro kredi të reja në 2024. Sipas të dhënave paraprake të mbledhura nga anëtarët e shoqatës së mikrofinancës shqiptare, portofoli i kredisë së sektorit u rrit me 12.2% në një trend të ngjashëm me rritjen e vitit të kaluar. Më shumë kredi janë dhënë ndaj bizneseve të vogla dhe të mesme. Konkretisht, huaja për biznese pati një rritje prej 5% krahasuar me vitin e kaluar në drejtim të tepricës gjendje, ndërkohë që u ngadalsua me 6% në drejtim të numrit të kredisë aktive. Ndër faktorët që kanë ndikuar këtë rezultat janë rritja e konkurrencës nga sektori bankar, rritja vlerës mesatare të kredisë nga 7.500 euro në 8.400 euro për kredi, si edhe rënja e kërkesës sidomos në segmentin mikro. Rreth 25.000 biznese familjare mbështeten çdo vit nga mikrofinanca, ndërsa për çdo kredi të dhënë një biznesi startup krijohen 3 vende pune. Sipas anëtarëve të mikrofinancës, veprimtaria e sektorit mbështetet nga llogaritë kapitale dhe huat e marra nga investitorët apo sektori bankar, ndërkohë që skemat sovrane të ofruara nga qeveria mbeten ekskluzivitet i sektorit bankar dhe nuk ndihmojnë në zbutjen e kostove të kredisë për segmentet e shërbyera nga mikrofinanca. Nga ana tjetër, kredia e re për individu rrit me 24% si në vëllim, ashtu edhe në numër. Kredia mesatare e dhënë për individ mbetet në të njëjtin nivel me 2023-shin në vlerën 82.000 lekë. Mikrofinanca vijon të jetë huadhënë si kryesor në bujqësi për shkak të modelit të biznesit dhe pranisë në zonat rurale. Kredia për bujqësinë u zgjerua me 31% në vitin 2024, ndërkohë që kredia mesatare dhënë mbeti në kufit e 2.800 euro për kredi. Numri klientëve aktiv në zonat rurale është mbi 72.000, ndërsa në zonat urbane mbi 123.000. Sektorë të tjerë që janë mbështetur me financim nga institucionet financiare jo banka janë shërbimet, përfshirë edhe turizmin, tregtia dhe riparimi i automjeteve si dhe ndërtimi. Përsa i takon kredisë me probleme, ajo mbetet e stabilizuar në kufijtë e 6.28%, duke dëshmuar praktika të mira të menaxhimit të rrezikut për shkak të bazës së lartë të diversifikimit të klientelës.